Zonja Lala ka qenë njeriu më aktiv që dhe pyetjet i ka bërë dhe ka qenë prezent në sallë. Dhe ka parë që nuk besoj se mund të pamë një fundit ju ndoqa nga jashtë zoti Cakrani për shkak se ju e dini, unë kisha takim me një gazetar të huaj për një intervistë, cilin ju e takuat më pas, pra që t'jemi të hapur për publikun, po unë dy pyetje kam për ju. A kishit ju informacion zoti Cakrani që në ambientet e paraburgimit po shkonin avokatë të tjerë ose kishte përpjekje të avokatët tjerë për të kontaktuar me zotin Meta dhe a e pyetët ju ish presidentin se përse kjo lëvizje ndërkohë që ju bënit mbrojtje në sallën e gjyqit? Shiko, unë kam qenë informuar që në ambientet e paraburgimit kanë shkuar avokatë të tjerë, madje ka shkuar dhe ish ministri zoti Alimi, Eduardi, dhe por gjithmonë për zoti Eduard Alimi thoni ju, Po, rreth dy javë më parë. Zoti Alimi ka studio, mos gaboj, janë disa avokatë te studio e tyre. Personalisht zoti Alimi ka shkuar, por gjithmonë duke justifikuar zoti Meta me faktin që i duhet për Strasburg e kësaj edhe historik kësaj natyre. Unë natyrisht kam kontribuar edhe për çështjen në Strasburg, kam bashkëpunuar me zotin Ledi Bianco. Edhe çështja e tij po merr atë formën ligjore pasi vendimi i gjykatës kushtetuese tashmë zbardhur. Por kjo është, thash edhe një herë, zoti Meta thash ka dhe vazhdon të ketë atë paranojën e tij që ndaj tij bet komplot. Edhe unë për këtë avokat, jo, t'jemi të qartë për opinionin publik. Në media ka qarkulluar një foto e juaja në praninë e zonjës Kryemadhi dhe një të pandehur tjetër ku është pretenduar nga njërës pranë Ilir Metës që ju keni drekuar së bashku. A mendoni që për shkak të konflikteve që ka zonja Kryemadhi me zotin Meta mund të jetë shkaku kryesor që më pas kulmoj edhe në atë debatin e ashpër se unë ju pyeta personalisht jashtë nëse e mbani mend, por të lutem më jep përgjigje për këtë pyetje dhe më pas do të bëj edhe një pyetje tjetër. Pra mendoni që kjo dreka e pretenduar mes jush ka shërbyer si shkak ose më saktë si ajo si ngjarje që i vuri vulën marrëdhënies tuaj me Ilir Metën, profesionale gjithmonë? Jo, problemi qëndron që dreka ka ndodhur në një lokal afër zyrës time te Komuna e Parisit dhe ka ndodhur rreth një apo dy ditë pas seancës së fundit gjyqësore dhe nuk ka asgjë të keqe që unë dhe zonja Kryemadhi të takoheshim. Ju e dini shumë mirë që çështja e tyre është çështje e përbashkët dhe bashkëpunimi dhe pa marrë informacion nga njëri tjetër dhe pa dhënë informacion njëri tjetrit, ne nuk mundet ta bëjmë atë proces gjyqësor. Dhe unë thash për të bërë mbrojtjen time nuk diktojmë as ka zoti Meta dhe as nga lloj klienti tjetër. Unë di ta bëj vetë mbrojtje dhe nuk marr asnjë urdhër dhe asnjë si thon. Dhe nuk diktojmë në askush për të bërë implantin tim mbrojtës. Dhe besoj se ju, zonja Lala, e patë edhe seancën e fundit që kur rreth një relatim 6 orë apo 7 orë ishte ajo për të cilën unë fola në gjykatë. Por ama nga ana tjetër ish presidenti, zoti Cakrani, ish presidenti pati akuzat të rënda ndaj Adrian Shatku, që është një biznesmen shqiptaro-amerikan, e konsideroi agent të UDB-s, madje pati përplasje me zonjën Kryemadhi kur ajo i tha që s'mund të vish këtu me llafe grash, me lafet e 8 dushit e të Altin Dumanit, i tha që duhet cilë si burr shteti se kështë qenë president edhe kryeministre tjera me radhë, por pyetja ime është, a ishit konsultuar ju me zotin Meta dhe a ishit ju ndjeni që zotin Meta do kishte sulme të tilla në sallën e gjyqit, apo u gjendët edhe ju papritur para një situate të tillë? Shiko, unë me zotin Meta isha takuar një apo 2 ditë para seancës, pra seanca ishte të mërkurën, unë jam takuar të hënën në ambientet e paraburgimit dhe padyshim e raportuam me zotin Meta, por nuk e di pse doli situata jashtë kontrollit dhe nuk e di pse zoti Meta do të kisha të shpërthim në seancë, sepse fundit Adrian Shatku nuk ka as ka dëshmuar kundër zotit Meta, as ka patur një përfitim nga zoti Meta dhe as ka patur asgjë, as një lidhje me zotin Meta. Dhe nuk e di pse pati atë shpërthim dhe mos harrojmë diçka, zonja Lala, që zoti Adrian Shatku është një dëshmitar dhe dëshmitar i kyç, madje të cilën ka kërkuar dhe organi i akuzës. Dhe në kuptim të kësaj mendoj që nuk i shërben as procesit gjyqësor edhe
edhe një qasje tillë që përdor zoti Meta ndaj dëshmitarit. Dhe kjo më bëri dhe muaj në gjatë seancës, biles kolegët tuaj e ka konstatuar që edhe unë pata një qef mbetje me mënyrën e reagimit të zotit Meta, sepse ishte një ndërhyrje pa vend dhe një ndërhyrje jashtë kontekstit. Dhe padyshim gjykata pastaj desh që të ndërhynte edhe të zbuse situatën. Kështu që situata me zotin Meta filloi që në momentin e parashtrimeve të mia, që në seancën e parë, sepse data 24 ishte dyta, dhe kështu që ai nuk qëndroi për mua këndvështrimin tim, nuk ka mbajtur një qëndrim ashtu siç duhet ta mbaj një president, sepse fundit ai ishi pafajshëm dhe nuk ka pse të hyj detajeve dhe të merret me dëshmitarët, ndërkohë që asnjë dëshmitar nuk e ka kundër. Kështu që unë mendoj se dikush apo zoti Meta influenca dhe kështu me radhë, ose ndoshta dhe paranoja e tij që unë bashkëpunoj me zonjën Kryemadhi, ka bërë që tëftojnë marrëdhëniet tona dhe kështu që secili shikoj rrugën e vetë. Sigurisht edhe mund të ndodhë. Mendoj zoti Rakipi, ju e keni ndjekur, kam dhënë maksimumin nga pikpamja profesionale, nga pikpamja qëp dhe etike dhe komunikimi publik, dhe kam mbajtur kosto të jashtëzakonshme edhe personale për sa i përket mbrojtjes një vjeçare apo 13 mujore që kam bërë për zotin Meta. Tani se s'dua të bëjmë e bezdishme për kolegët, po ju keni deklaruar që pasurin tuaj e vini në dispozicion të zotit Metës, pavarësisht kësaj ftohje e bëni sërish këtë veprim nëse do të jetë e nevojshme? Jo, tani unë marrëdhënia jonë, rrugët tona janë ndarë, po e deklaroj herën e fundit, ndaj po e pyes. Atë e deklarova herën e fundit, por tashmë nuk jam më përfaqësues i tij ligjor, ndoshta avokati që do zgjedhë. S'ka nevojë për pasurinë tënde. Base s'ka nevojë më për pasurinë tënde. Po fundja mas s'ka dhe nevojë më për pasurinë, kështu që unë mendoj nuk kam lidhje kjo pyetje, Klodi, ju dini shumë mirë që unë kur i kam thënë ato, i kam thënë me shumë dëshirë dhe pa dyshim, unë nuk kam mbrojtur Ilir Metën, asnjëherë, ta kuptoni dhe ta dini, këtë kam thënë dhe tek ju në daljet publike, kam mbrojtur presidentin e Republikës, dhe jo asnjëherë Ilir Metën. Dhe për këtë nuk jam pishmën fare për gjithë ato punë që kam bërë, të jashtëzakonshme madje, po mos harrojmë që avokatët që do vinë pas e kanë gjetur themelet gati dhe kanë gjetur të shtruar edhe rrugën, sepse unë mendoj që zoti Meta duhet marrë pafajësinë. Mund t'i bëjë... Ju i qëndroni asaj që keni... Po, zoti Hoxha? Po më bërë përshtypje kjo, këtë takimi që ka bërë kaq problematik me Monika Kryemadhin, mbas seancës fundit, sepse me sa di unë paktën kur unë kam qenë prezent. Kemi qenë në kafe, ju, avokatët e zonjës Kryemadhi, zonja Kryemadhi, unë që jam denoncues të ajo çështje, pra s'besoj që procesit i vjen në një e keqe, pse jeni ulur mbas një seance në kafe. Aq më tepër kur ju sapo e parashtruat, thatë që fati tyre është i lidhur bashkë.